Pastaj varet. Ka dy probleme këtu. E para është që ky elektorati gri është dhe pak mistrec në zgjedhje. Do ka i gjë përcon për gjithë, për qeverinë, për opozitën, për çdo kandidat që do dilte atje. Kështu që do shohim sa do entuziazmohet për të shkuar atje. Megjithëse e kërkon prej shumë kohësh këtë gjë nga opozita që na lini hapësirë dhe neve, tani po jepet hapësira të shohim si do funksionojë. E panjohura tjetër është elektorati i organizuar i Partisë Demokratike, që është elektorati padyshim më i madh i gjithë opozitës në Tiranë. Sa janë ata të angazhuar kur nuk është dikush që vjen nga strukturat e tyre drejt për drejt? Jo, janë të angazhuar dhe ata vetë shpesh në kontaktet që kemi sigurisht. Për te të dy këtyre pikpyetjeve, mendoj që çështja është qyteti përballë pushtetit, si do reagojë tani dhe është në dorën e secilit, si do votojë. Nëse do i pyesje përpara daljes kandidaturës për preferencë politike dhe jo politike në kuptimin jo të PD-s, do zgjidhesh preferenca politike, se është atashimi politik, njoja, ajo pjesa e besimit që është e krijuar në një pjesë sajt madhe dhe kërkon të shtyhet përpara. Dhe kur vjen një kandidat tjetër me cilin kontaktet kanë qenë në diapazone më të vogla, sepse Binaj ka kontakt në forma tjera me publikun, atëherë ka një lloj stepje, por në momentin që nisë fushata, ky elektorat dhe këta njerëz janë të angazhuar, kanë një ndjesi shumë të fortë ndaj zvërtetës, ndaj solidaritetit dhe kanë atë shpresën që gjithçka do ndryshojë dhe duan të atashohen tek njerëz me vlera. Sepse nuk është një praktik kjo e pazbatuar nga Partia Demokratike në shumë vite përpara, kur merrte njerëz nga shoqëria civile dhe i vishte kostumin politik dhe ai kostum më pëlqej edhe nga njerëzit që ishin afër Partisë Demokratike dhe mbështetej për këtë arsye. Dhe në rastin konkret, ne kemi një distancë të krijuar sepse u shpalli pavarur dhe mbështetet, por gjatë kohës që organizohet fushata, kjo distancë ngushtohet dhe ai i angazhuari, militanti i Partisë Demokratike, aktivisti, votuesi, e sheh që ai përfaqësohet nga një njerëz që ka vlerat konservatore, sepse është parë ky aspekt, Binaj i ka këto vlerat konservatore, i ka dëshmuar tilla dhe sheh vetveten të realizuar në një kandidat që në radh parë ka si qëllim të i shërbej qytetarëve, të i shërbej publikut dhe të i shërbej Tiranës që e do Tiranën, e ka shfaqur në aktivitetin e tij. Dhe kjo krijon atë besimin, ngushton distancën. Thash, në para inicim do ishte tendenca për kandidat politik. Në momentin që kandidati shpallet, ka ato cilësi që ato kanë pretenduar gjithmonë t'i kenë njerëzit që ata i përfaqësojnë, sepse tek ne njerëzit janë të drejtë për drejtë, edhe kur ke kostum të fortë politik, nëse ti nuk përmban ato cilësi që i ke, ata ta thonë hapur, ta japin hapur ose s'ta japin hapur mbështetjen e tyre. Dhe përgjatë kësaj kohe, sigurisht që ka kundërshti fillestare, sepse thash emocioni për pasur një kandidat. Debatet brenda PD-s kanë qenë forta edhe për këtë skemë, pavarësisht nga emri. Do ekzistojnë, por në momentin që ka filluar gara, solidariteti rritet dhe ajo pjesa e emocionit, adrenalinës garës të pushton, dëshira për të ngjallur shpresën, për të rritur besimin, për të arritur fitore në shumë e madhe dhe atashimi i gjithë këtij elektorati, i gjithë këtyre njerëzve të angazhuar do jetë i plot me kandidatin. Po, pastaj do fillojë natyrisht dhe performanca e vet kandidatit, por nuk besoj që do të çalojë këtu problemi me Binajin. Por besoj që gjithçka do arrihet që të ngushtohet si distancë dhe do fuzionohet shpejt kandidati me pjesën e interesit publikut dhe interesit A jeni besim plot, zoti Boçi, se nuk po e pyes për fitore, se kjo është bërë një çështje e komplikuar tani, që nga 11 maj, po dhe me sistemin që kemi ne për zgjedhjet bashkiake ku nuk ka balotazh, i pari që merr më shumë vota del fitues. Jeni të paktën besim plot që do ketë një reagim, që pushteti do ndjejë një reagim nga qyteti i Tiranës me këtë votë, sido që të shkojë ajo?